Shqipëria renditet e para në Europën juglindore në fushën e transformimit politik dhe i qeverisjes. Në raportin e BTI, indeksit të transformimit, që analizon dhe vlerëson çdo 2 vite cilësinë e demokracisë, vendi ynë kryeson me 7.70 pikë për 2023-2025 në transformimin politik, teksa lë pas vende si Maqedonia e Veriut, Bosnia Herzegovina, Kosova dhe Serbia. Të dhënat u publikuan nga vetë kryeministri Edi Rama në rrjetet sociale, ndërsa vendin e parë në rajon, Shqipëria e zë dhe në fushën e qeverisjes me 6.71 pikë. Megjithatë, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut renditen përpara Shqipërisë në fushën e transformimit ekonomik, ku vendi ynë është vlerësuar me 7.11 pikë. Teksa kjo është fusha e vetme, ku Shqipëria nuk kryeson në rajon. Sipas raportit të BTI, 23 vende përfshirë Gjermaninë dhe Shtetet e Bashkuara, aktualisht nuk janë pjesë e vlerësimit. Ky vlerësim bazohet në më shumë se 5.000 faqe raportesh të detajuara për vendet, të përgatitura në bashkëpunim me rreth 300 ekspert nga universitete dhe qendra kërkimore kryesore. BTI është i vetmi indeks krahasues ndërkombëtar që mat performancën e qeverisjes, duke përdorur të dhëna primare të vetat dhe që ofron një analizë të plotë të kapacitetit drejtues politik në proceset e transformimit.